Paqja në lindjen e mesme varet vetëm nga njoftia e holl besimi deri në momentin që Hamasi apo Izraeli të qelloj plumbin e parë. Kështu po e tregon dhe koha, ndërsa të dielën mbar bota ndoqi me frikë momentet kur armëpushimi me vulën amerikane të shkelej nga palët duke rrezikuar kthimin e spiralës së frikshme të dhunës. Sërish ndërhyri presidenti Donald Trump duke garantuar se paqja në rripin e Gazës do të mbajë. Megjithatë, frika është ende aty, ndërsa gjithçka që bie është në kurrizë të palestinezëve të pafajshëm. Për të diskutuar për planin amerikan për paqe në lindjen e mesme dhe lojën me akuza mes Izraelit dhe Hamasit, do të ndajmë një bisedë me zotin Xhavid Shala, doktor shkencash në fushën e sigurisë, që ka botuar disa libra dhe është njohës shumë i mirë i zhvillimeve gjeopolitike. Zoti Shala, kënaqësi që jeni pjesë e programit. Faleminderit. Dëshiroj që ta nisim bisedën tonë pikërisht me faktin që armëpushimi mund të vritet kaq kollaj, siç e dëshmoi edhe fundjava. Pse kjo brishtësi në marrëveshjen mes palëve dhe si mund të forcohet garancia që palët ta respektojnë atë? Nga mënyra se si u organizua ai plan paqe që u vendos në farë mënyrë ajo plan që edhe pat garantues dhe garantuesit kryesorë ishin Shtetet Bashkuara, Turqia, Katari dhe Egjipti, me atë shpejtësinë që u aprovua pa patur ato suportet e tjera anësore, pra pa struktura tjera, normalisht mund kishte prishje të armëpushimit. Zakonisht armëpushimet kur vendosen ndodhin që edhe prishen, por e rëndësishme e këtij armëpushimi ishte që pavarësisht se u prish për disa momente që kushtoi jetën e 44 palestinezëve dhe të një majori dhe një rështeri të ushtrisë izraelite, palët përsëri e rikonfirmuan se do të zbatojnë marrëveshjen e paqes dhe nga mënyra se si u rikonfirmuan u pa që ka patur një ndërhyrje të fuqishme të aktorëve garantues. Pra deri tek presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe aktorët e tjerë si Turqia që përmenda, Turqia, Katari dhe Egjipti. Dhe kjo është në farë mënyrë ky plan paqe apo ky armëpushim dhe fillimi i një planit paqe e kaloi një test, dhe unë e quaj një test të rëndësishëm që pavarësisht se çfarë ndodhi, palët u kthyen përsëri armëpushimit. Problemi këtu është se si do vazhdojë kjo faza e dytë, sepse akoma mund të mendojmë që nuk ka mbaruar faza e parë, nuk janë ndërzuar akoma të gjithë trupat e pengjeve të cilët kanë ndruar jetën e duart e Hamasit. Një pjesë e konsiderueshme janë dorëzuar, por përsëri ka aty dhe është një problem i madh sepse Izraeli këtë e quan shkeljet e marrëveshjes, ndërkohë që Hamasi i ka paraqitur opsionet e veta që në tavolinën e bisedimeve që është shumë vështirë pasi një pjesë e këtyre kanë qenë nëpër tunele të cilat janë shembull nga ushtria izraelite dhe gjithsesi duket që edhe aktorë tjerë edhe garantuesë tjerë po ndërhyjnë me forca dhe mjete për ta ndihmuar këtë proces, pra procesin e kthimit të vdekurve në duart e Hamasit. Kështu ka nga Jordania grupe kërkimi, nga Jordania, nga Egjipti, bile edhe nga Turqia, të cilat po kërkojnë për gjetjen e trupave të viktimave dhe për ndërcimin sipas kushtet të marrëveshjes. Nga ana tjetër, kjo do të bënte që edhe Izraeli të ishte më pak agresiv, sepse në këtë fushë, sepse ai po e quan që nuk është zbatuar kjo marrëveshje. Nga ana tjetër është shumë e rëndësishme tashmë të fillojë faza tjetër, faza e dytë, që ka të bëjë me çarmatimin, që është elementin. Përpara se të kalojmë tek faza e dytë,